Në fillim të gushtit të vitit 1961 në Moskë u takuan udhëheqësit e atëhershëm të partive komuniste të bllokut lindor. Ata vendosën mbylljen e kufirit mes Gjermanisë lindore dhe asaj perëndimore. Më 12 gusht 1961, Walter Ulbricht, kryetari i shtetit i RDG-s, nënshkroi urdhrin për mbylljen e kufirit. Më 13 gusht, ushtria, policia dhe trupat luftarake nisën të ndërtojnë murin e Berlinit, që për 30 vjet mbajti të ndarë këtë qytet dhe gjithë Gjermaninë. Më parë muri kalonte përmes Bernauer Straße, sot atje ndodhet vetëm një pjesë e këtij muri, si për të kujtuar gjithë historinë. Shumica e turistëve çuditen që prej murit ka mbetur kaq pak dhe kërkojnë gjurmë dhe pjesë të mbetura në qytet. Kur më 1989 muri Berlinit u hap dhe pak më vonë u rrëzua, pasoi një periudhë distancimit ndaj këtij kapitulli të dhimbshëm të historisë gjermane të pasluftës. Asgjë nuk duhet ta turbullonte gëzimin për ribashkimin e sapo fituar. Ky është një shkak sepse në qytet kanë mbetur në kaq pak vende pjesë të murit të Berlinit. Në shumë pjesë të qytetit, vendin ku ka kaluar muri ta tregon vetëm një vijë e shënuar në tokë.